Rreshjet intensive të shiut përgjatë natës së kaluar i lanë vendin Borës në lartësitë e vendit, teksa temperaturat posuan një rënje të ndjeshme. Përgjatë aksit rrugor Bog-Theth, Bora ka vjuar gjatë gjithë natës dhe gjatë të dielës. Aktualisht trashësia e Borës ka kaluar 40 cm, ndërsa kontraktorët e ARSH-s janë angazhuar me mjete të shtuara me qëllim mbajtjen e aksit të kaluarshëm. Përgjatë aksit rrugor Hani Hoti, dogana e Vërmoshit ka pasur rreshje bore gjatë natës, kryesisht në lartësitë mbi 1000 metër. Në këtë aks rrugor punojnë 2 mjete borpastruese, teksa rruga vijon të jetë e kalueshme. Edhe Lëpusha u mbulua nga rreshjet e Borës, të cilët vijojnë të bien edhe gjatë kësaj të diele, por pa shkaktuar izolime. Megjithatë, qarkullimi me mjete dimrore mbetet i domosdoshëm, si në drejtim të Lëpushës, ashtu edhe të Kelmendit. Rreth 30 cm ka arritur trashësia e Borës edhe në malin e Krabit në Puk. Segmenti rrugor Zhavel-Mit rrezikon të bllokohet, ndërsa pranë transmetuesve të forcave ushtarake, atyre televizive dhe të telefonisë, ndodhen disa punonjës që shërbejnë aty. Rreshjet zbardhen mëngjesin e së dielës edhe malsinë e Krujës, ndërsa deri tani nuk raportohen probleme me qarkullimin në zonën e Qafshtamës. Dhe Dardha e Korçës u zgjua nën petkun e bardhësisë së Borës duke ofruar pamje manitëse, teksa rruga drejt zonës turistike vijon të qarkullohet normalisht për të gjithë llojet e mjeteve. Rreshjet e Borës pritet të jenë prezente edhe gjatë orëve në vijim, deri mëngjesin e së hënës, teksa do të shoqërohen me rënje të ndjeshme temperaturash dhe ndërprerje të përkohshme të rreshjeve.